Valbona Mhjelli prej disa vitesh është pjesë e televizionit, por së fundmi u kthye sërish në vëmendje gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pjesëmarrja në këtë edicion e bëri Valbonën të njohur kudo ku ka shqiptar. Gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme, Valbona krijoi mjaft dinamika dhe më e njohura mbetet marrëdhënia me Lajert Vasilin, ndonse ajo me Xhibanin ishte marrëdhënia e parë, por me sa duket ajo zgjodhi Lajertin. Mes saj dhe Lajertit çdo gjë mori fund, pasi ky i fundit dërgoi veten dhe Valbonën në nominim, duke dëshmuar se mes tyre nuk ka asnjë lloj ndjenje, por thjesht kanë qenë lojra. Pas u eliminuar nga gara, Valbona tani më po pranon buqeta lulesh të mrekullueshme, por se nga kush ende nuk dihet, por e sigurt është që nga Lajerti nuk bëhet fjalë. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.